Fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit do të jetë i veçantë për besimtarët në Shkup, sepse pikërisht në fillim të këtij muaji në kryeqytet do të hapet xhamia më e madhe, po në të njëjtën kohë edhe më e bukur. E veshur me ar 22 karatsh, xhamia veç tjerash është edhe një nga xhamit më të kushtueshme në vendin tonë. Muftiu i Shkupit Kenan Ismaili në një prononcim për televizionin Shenja theksoi se xhamia do të jetë në shërbim të besimtarëve nga teravia e parë dhe do të jetë e hapur edhe për falje të 5 kohëve të namazit. Hapja e xhamisë, hapja përkohshme, ne i themi e xhamisë, të bëhet natën e parë të Ramazanit, pra me teravien e parë, ku do thirret edhe ezani i parë. Dhe njëkohësisht kjo xhami do të jetë e hapur për 5 namazet ditore, duke përfshirë namazin e teravis, dhe do të vazhdoj deri në ditën e Bajramit, ku të falet Bajrami, dhe me këtë kjo periudhë mbyllet. E shtrirë në një sipërfaqe prej 10.000 metra katrorësh, xhamia, siç njoftoi Ismaili, së bashku me hapësirat ndihmëse mund të pranoj rreth 3.000 besimtarë gjithsej. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit punimet do të ndërpriten, por të njëjtat do të vazhdojnë menjëherë pas festës së Fitr Bajramit. Parashifen që punimet të përfundojnë ka fundi i vitit, kështu janë parashikimet, por kjo nuk varet çdo herë vetëm nga një faktor, ka faktor të ndryshëm, se bëhet fjalë për një projekt shumë të madh, një projekt madhor. Pra parashikimet janë që ka fundi i vitit të rrumbullaksohen punimet dhe të futet në funksion xhamia për gjithmonë. Ndërtimi i xhamisë nisi në vitin 2017. Katet e poshtme të xhamisë do të jenë zyrat e Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë, një sallë konferencash me kapacitet rreth 250 persona, një dyqan 500 metra katror, zyra të këshilltarit për shërbime fetare, si dhe një parking për 36 vetura. Xhamia gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit do të jetë e hapur edhe për gjinin femrore, veç vakteve të namazit do të jetë e hapur edhe për faljen e namazit të teravis.